Çmimi i naftës Brent është rikthyer mbi nivelin prej $100 për fuqi, nxitur nga përshkallëzimi i tensioneve në lindjen e mesme dhe shqetësimet për ndërprerje të furnizimeve globale. Sipas Reuters, investitorët po ndjekin me shqetësim sulmet ndaj anijeve në detin e Koq dhe rrezikun për qarkullimin e naftës nëpër korridoret strategjike detare, përfshirë ngushticën e Hormuzit. Paralelisht, reduktimi i eksporteve nga Kazakistani pas dëmtimeve në një terminal kyç ka shtuar presionin mbi ofertat globale. Kontrata e naftës Brent u ngjitën mbi $100 për fuqi, ndërsa analistët vlerësojnë se tregu po përfshin një prani rreziku për shkak të pasigurisë gjeopolitike. Çmimet e larta të energjisë pritet të ushtrojnë presion mbi inflacionin dhe kostot e transportit në ekonominë globale, nëse tensionet do të vijojnë. Reuters thekson gjithashtu se ecuria e mëtejshme e tregut do të varet nga zhvillimet në lindjen e mesme dhe nga ndikimi që ato do të kenë mbi furnizimin me naftë. Nëse situata përkeqësohet, analistët nuk përjashtojnë luhatje të mëtejshme të forta të çmimeve në javët në vijim.